Banorët e disa fshatrave të njësisë administrative suç në Bashkinë e Klosit kanë vijuar rezistencën e tyre për të mos lejuar ndërtimin e një drejtcentrali në përrojën e Lusës. Të 10 banorë mblodhen në qendër të fshatit Kurdari duke mos lejuar mjetet e kompanisë Doma të zbresin në kantierin e ndërtimit. Në mbështetje të kompanisë që po ndërton hecin ishin edhe forcat e komisariatit të policisë Maci dhe forca shqiponja të Dibrës, ndërsa banorët e njësisë suç u bën barrikadë duke mos lejuar asnjë nga mjetet që të zbresë në përrojën e Lusës. Policia shoqëroi disa persona, ndërsa banorët e zhvendosën protestën e tyre para komisariatit të policisë në Burrel. Bëjmë shef poplit, çunat e ri, ti rrafet, ti tulu këtu, e ti shumë për çukata. Të vide ministrit, çunat me këtë popull shkret, më ta lënë varr, hase të hanese. Ma në fund të inshallah nuk në aksident. Inshallah i mollit të goxha. Se na jemi të betuar mi. Jemi të betuar. Pra na i bëj thirrje shtetit, ju lutemi shumë, hiqni dorë për këtë budalliqe që po bën. Firma Doma vazhdo me këmbgulje për ndërtimin e hecit në mënyrë pa drejtë, populli e kundërshton. Jemi morë me forcë nga policia dhe na kanë shoqëruar në komisariat, kemi rreth 10 çuna mrena. Nuk dihet se do shkojnë gjanat, sipas parashikimeve tona do të kalojmë Llavrasi. Nuk ka rrugë tjetër. Vazhdojmë protestat edhe nuk do ta lëshojmë deri çunat na kanë morë me forcë. Kanë prodhe shqiponjat nga Peshkopia dhe na kanë morë çunat me forcë nga futur mrena. Kanë përdorë dhunë, çunat i kanë morë me forcë, i kanë prunë komisariat. Mos na bëjnë ekstrem se ujin e kena për vete, nuk e kena për ato. Ju lutem policisë shtetit të na mbështesin dhe të largohen prej nesh. Me hëqja në ka qënë budalla që i bën një rezervar në Kurdarisë për të bërë ujtë e Lusës Dimrit me e fut në rezervar. Nga ora 7 e mjesit dhe në tani që jemi mas dëmës, kemi harë bukqish më ramë. Të litë mas dëmës. Nuk e lejojmë me ramë Lusë, Lusa e jona. Prej shumë muajsh banorët e njësisë administrative suç po zhvillojnë protesta dhe nuk lejojnë mjetet e kompanisë të punojnë për të nisur ndërtimin e hidrocentralit në përrojën e Lusës. Ata kanë deklaruar se futja e ujit në tubacione do të shkatërronte jetën në të gjithë fshatrat e njësisë administrative suç. Sipas tyre, nëse ndërtohet kjo vepër hidrike, ato nuk do të kenë më ujë vaditës. Banorët e Kurdarisë kanë kundërshtuar projektin edhe në gjykatë, ku aktualisht çështja po shqyrtohet në gjykatën administrative. Me gjithë rezistencën e banorëve, kompania Doma që po ndërton hecin ka tentuar her pas here të fillojë punën në kantierin e veprës hidrike.